së bashku dhe në mënyrë të pandarë me partnerët tanë strategjik të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe me alatët e tjerë këtë përgjegjësi kaq të madhe. Ne e pranojmë përgjegjësinë me ndjenjën më të thellë të përuljes ndaj çdo njërit prej jush. Dhe për çdo ditë, nga sot e tutje, ne do t'jemi me ju dhe për ju deri kur kjo përgjegjësi madhore t'jetë e jona. Unë e di që siç thot Abraham Lincoln i Madh, asnjë qeveri në botë s'mund t'i kënaqë dot të gjithë dhe për gjithë kohën. Po për gjithë kohën që vjen, unë nuk do të harroj kurrë se jeni ju të gjithë, nga brenda ose jashtë vendit, që na vut në krye të vendit. Ju na besuat sepse ne nxorëm më të mirë nga vetja për të arritur deri këtu. Një projekt ndryshimi me një program të ri për të rindur Shqipërinë, një skuadër të gatshme për të punuar për rilindjen, një aleancë të re për Shqipërinë Europiane, e cila provoi botërisht se për të mirën e Shqipërisë ne së bashku dim ta vëmë vendin mbi veten dhe mbi partitë. Unë e dua këtë vend, prandaj dhe luftova kaq fort për të fituar. Dhe zemra ime e di se çfarë mundësish të pafundme ka ky vend për të rilindur. Këto mundësi të pafundme tani duhet i nxjerrim nga çdo thellësi e shpirtit dhe mendjes shqiptare për të bërë më të mirën me mundësinë që na u dha për të udhëhequr Shqipërinë. Ne do të udhëheqim, por as unë, as ne të zgjedhurit për të drejtuar së bashku s'mund ta sjellim vetëm rilindjen që premtuam. Prandaj dua që ju, njerëzit e këtij vendi, të bëheni pjesë e skuadrës sonë të rilindjes.